Pas më shumë se një muaj protestash të pandërprera, qytetarët u rikthyen sërish edhe këtë mbrëmje në bulevardin të Shmorët e Kombit, duke vijuar një nga lëvizjet më të gjata qytetare të viteve të fundit në vend. Protesta e cila nisi si reagim ndaj projektit të zhvillimit në zonën e Zvërnecit ka zgjeruar tashmë kërkesat e saj, duke e kthyer në një aksion kundër qeverisë dhe klasës politike. Gjatë 45 ditëve të kaluar, mijëra qytetarë janë mbledhur përpara kryeministrisë, ku kanë përsëritur kërkesat për ndryshim politik dhe institucional. Në e fundit, protestuesit deklaruan se nuk do të ketë ndërprerje gjatë muajve të verës, ndërsa nga podiumi u bë thirrje për vazhdimin e rezistencës deri në muajin shtator. Organizatorët u kërkuan qytetarëve dhe diasporës të vjojnë mbështetjen për lëvizjen, duke e cilësuar këtë periudhë si një fazë vendimtare për protestën. Edhe mbrëmjen e kaluar në shesh u dëgjuan thirrje kundër qeverisë dhe liderëve politik, ndërsa në podium folën aktivistë, përfaqësues të diasporës dhe qytetarë të angazhuar në këtë lëvizje. Organizatorët insistojnë se protesta do të vijojë çdo ditë me synimin për të mbajtur lart presionin politik dhe për të mos e lejuar që kërkesat e tyre të zbehen gjatë sezonit veror. Me hyrje në ditën e 45 të protestave, vijon panjafa të përcaktuar për përfundimin, ndërsa qytetarët pritet të mblidhen sërish para selisë së qeverisë për të shprehur kërkesat e tyre.